Në qytetin e Korçës është përkujtuar sot 35 vjetori i rënies së bustit të diktatorit komunist Enver Hoxha. Dhjetra mijëra qytetar u ngritën më 20 shkurt të vitit 1991 për të shembur simbolin e komunizmit, pak muaj pasi regjimi i vjetër që po jetonte ditët e tij të fundit kishte lejuar pluralizmin politik. Në Korçë me rastin e kësaj dite u vendosën lule te busti i 20 shkurtit në qendër të qytetit, ndërsa u përkujtuan me nderim e krenari të gjithë ata që bën të mundur rrëzimin e bustit të diktatorit. Fidel Kreka, deputeti i qarkut të Korçës, i bëri thirrje qytetarëve të marrin pjesë masivisht në protestën e organizuar nga opozita për të shembur atë që ai e quajti një regjim të korruptuar dhe mafioz. 20 shkurti është dita për të kujtuar me respekt të gjithë ata që u ngritën, u bashkuan dhe shajnë simbolin e fundit të komunizmit në Europë, duke rrëzuar shtatoren e diktatorit. Sot një minjor ke shkon për të gjithë guzimtarët, të cilët kanë qenë këtu në të shesh para 35 vitesh. Një ndër ta ka qenë dhe babai im i nderë Artur Kreka, i cili ka qenë kryetari i shoqatës antikomuniste 20 shkurt. Por sot do t'i bëj një thirrje të gjithë shqiptarëve të marrin pjesë në protesta kombëtare opozitës për të shambur të regjim të korruptuar dhe mafioz. Rrëzimi i bustit të diktatorit Hoxha u nxit nga greva e urisë ndërmarrë nga disa qindra student për t'i hequr universitetit emrin e tij. 20 shkurti tani është caktuar si dita e kujtesës kombëtare për martirët dhe viktimat e regjimit komunist. Kjo datë për më tepër është edhe premtim për të gjithë ne që t'i bëjmë thirrje institucioneve që të respektojnë të drejtat dhe liritë themelore të njerëzve, që pushteti t'i shërbejë qytetarëve dhe jo qytetari pushtetit. Në këtë datë njëkohësisht kujtojmë dhe sakrificat e të gjithë njerëzve që kontribuan, sakrificat e njerëzve që u terrorizuan nga diktatura, të njerëzve që u internuan, u burgosën, nderim për sakrificat dhe vlerat e tyre. 20 shkurti i vitit 1991 shënoi edhe fundin e diktaturës në Shqipëri.